Mund të na informoni? Ashtu sikur që ju e paralajmëruat, deri tash zyrtarisht janë 59 të vdekur dhe afër 160 të lënduar që trajtohen në Maqedoni dhe jashtë Maqedonie. Rafërsisht 20 prej këtyre të lënduarve janë në gjendje pak më kritike, të cilët trajtohen aktualisht kryesisht në Bullgari, Greqi dhe në Turqi. Pacientët të cilët janë në Maqedoni, gati se gjysma e këtyre shërohen në Maqedoni, janë realisht në situatë relativisht stabile tash për tash. Si është në fakt gjendja e tyre kështu, a ka ndonjë më të lënduar? Po ka lëndime kryesisht janë djegje, edhe të rrugëve të frymarrjes, po edhe të lëkurës, por ka edhe disa pacientë të cilët janë të lënduar edhe me thyerje të eshtrave, po kryesisht janë djegje. Kështu që pacientët kritik shërohen tash në jashtë Maqedonisë, kurse këto pacientë të cilët janë në gjendje relativisht stabile, shërohen në spitalet në Shkup, në 3 spitalet e Shkupit. Ju jeni aktualisht rrugës për në Greqi, apo nuk gaboj? Po, aktualisht rrugë për në Sa persona të trajtohen atje? Në Greqi deri në këtë moment janë 8 pacientë, kurse me njerë nesër në bazë vizitës së Greqis vazhdoj për në Sofje, ku janë 14 pacientë që shërohen. E kush duhet të marrë përgjegjësinë në lidhje me këtë tragjedi, zoti Taravari? Të gjoni, unë këto 2 ditë prej dje deri sot, ma shumë jam marrë me gjendjen shëndetësore të atyre që e përjetuan këtë tragedi. Besoj se organet e hetuesisë merren me arsyen edhe faji kujt është që ndodhi kjo tragedi. Dhe kjo nuk është e para në Maqedoni, është e 3 apo e 4, me siguri e dini. Njërë ndodhi me një autobus në Laskarc, pastaj ndodhi me një spital modular, mandej ndodhi me një autobus në Bullgari që u toq, ku ndruan 54 njerëz, kështu që kjo është hera e 4 që ndodh dhe që kemi parafërsisht 60 viktima. Policia ka arrestuar, me sa po informohemi nga mediat atje, 23 persona si të dyshuar për përfshirjen në këtë tragjedi. A mund të ndani më shumë informacione në lidhje me këtë? A është kjo një lloj lëshimi, nuk janë inspektuar këto vende, apo se çfarë ka ndodhur? Pasi kryen hetime, unë nuk du të ndërhyj në detaje. Me siguri organet hetimore do të dalin me rezultatet e caktuara. Unë për disa e di se janë privuar prej lirisë sa njerëz, gjithashtu e di se kryetari komunës së Koçanit sot dha dorëheqje të parevokueshme, kështu që prioritet për mua si ministri i shëndetësisë është shëndeti i pacientëve që e përjetuan këtë tragjedi. Mandej shohim edhe fajtorët. Si e keni parë në fakt solidarizimin dhe ngushëllimet drejtuar